Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo ditë, edhe këtë të mërkur të 18 marsit jemi live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, ku ditën e djeshme kemi pasqyruar ngjarjen e rëndë të 8 ditëve më parë të vdekjes me fostoksin të një 25 vjeçare Gjuana Nikolla nga qyteti i Lezhës, por që vetelmimin e saj e bëri në një banesë ku prej disa muajsh jetonte në Tiranë. Ajo kishte mbaruar studimet e larta për drejtësi, ndërkohë që dhunën e ushtruar ndaj saj sipas letrës që ajo ka lënë në momentin e vetvrasjes, ishte pikërisht që nuk ishte kërkuar asnjëherë një ndihmë të tillë dhe sipas intervistës së marrë në një lidhje telefonike me babain e kësaj të fundit, i cili ka pohuar 24 orë pas varrimit të së bijës për redaksinë e emisionit Me zemër të hapur javën e kaluar, që ai nuk ka qenë në dieni të dhunës së ushtruar nga Eraldo Fizi. Në fakt, ditën e sotme jo vetëm do të rindjekim edhe një herë intervistën e babait të së ndjerës, por ka thyer heshtjen edhe familja Fizi. Në fakt, ne kemi telefonuar nënën e Eraldo Fizit, e cila vërtet nuk ka dashur të flasi për redaksinë e emisionit Me zemër të hapur, ama ajo ka dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm në fjalinë e vetme që ka dhënë për neve. Ndërkohë që një tjetër familjare e ngushtë e familjes Fizi ka folur më gjatë. Kjo do jetë ajo që do pasqyrohet ditën e sotme drejt për së drejti në studion e emisionit Me zemër të hapur. Fillimisht, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur Anila Akmataj dhe rikthehemi në transmetim të drejt për ta marrë në analizë atë çfarë ka thënë babai i së ndjerës një javë më parë për neve, që e kemi transmetuar ditën e djeshme, dhe më pas do dalim se çfarë thotë nëna e Eraldo Fizit, dhe mbi të gjitha familjarja Eraldo Fizit ka folur gjatë dhe ka mesazhe për të thënë jo vetëm për Eraldon, por edhe për familjen e së ndjerës. Fillimisht materiali. Pas transmetimit të emisionit Me zemër të hapur, ku për herë të parë foli babai i Gjuana Nikollës, duke dhënë një dëshmi rrëngjese vetëm 24 orë pas varrimit të së bijës, opinioni publik u trondi të thellë nga dhimbja dhe fjalët e tij. Ai rrëfeu për redaksinë e emisionit Me zemër të hapur, momentet e fundit, telefonatën e mëngjesit me të bijën, heshtjen e saj për gjithçka që mund të kishte përjetuar dhe vendimin e familjes për t'ia lënë drejtësisë. Zbardhjen e plotë të ngjarjes, një rrëfim i thjeshtë por i mbushur me peshë dhe dhimbje, që ngriti shumë pikpyetje mbi atë që kishte ndodhur pas dyerve të mbyllura. Ndërkohë u bën publike dhe detaje të rënda nga ngjarja, përfshirë dyshimet për dhunë dhe rrethanat që paraprin aktin tragjik, duke e bërë edhe më të fortë nevojën për të vërtetën. Sot në emision do të transmetohen ty dëshmi të tjera, dëshmia e vjerrës së Gjuanës së ndjerë për herë të parë dhe një prej familjareve të ish bashortit të saj, Eraldo Fizi, duke sjellë më shumë element mbi një histori që ka prekur mbar opinionin publik dhe që kërkon drejtësi. Ndiqni emisionin. Rikthehemi në studio në këtë transmetim të drejt për drejt. Besoj se do kemi edhe vëmendjen tuaj për dëgjuar refuzimin që ka bërë të flasi nëna Eraldo Fizit. Ajo ka thënë një fjali të vetme, të cilën unë do t'ju ftoj pas pak ta ndiqni, shumë domethënëse, të paktën kohët e fundit dhe ditët e fundit është folur edhe për një dhunë të saj ndaj së ndjerës, megjithatë edhe disa dyshime edhe familjarja e Eraldo Fizit. Në fakt ajo ka folur gjatë, çfarë ka ndodhur me çiftin, jep detaje të rëndësishme në fakt, por njëkohësisht edhe familjes së Gjuanës dhe familja Fizit, të paktën sipas dy telefonatave që kemi bërë një pas një, edhe me nënën e Eraldos, edhe me familjarën e këtij të fundit, të dyja japin dëshmi si gra, si nëna për familjen e së ndjerës. Përpara se t'i dëgjojmë, me mua në studio do të jetë Sara Demrozi, avokatja jon. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe në studion e emisionit Me zemër të hapur. Na ngrin buzëqeshja teksa shohim histori të tilla, një bashkëmoshatare e jotja në fakt, për ironi të fatit, të dyja mbaruar drejtësi, ju jeni kanalizuar tek pjesa e avokatisë, ndërkohë që e ndjera me sa duket po shkonte, sepse fillimisht në qytetin e Lezhës ka punuar në një noteri dhe pritej që dhe ishte shumë e gëzuar përpara se edhe të vetelmohej me fostoksin, të niste punë nga një shkollë
shkollë që kishte nisur këto 3 muaj të qëndrimit të saj në Tiranë, ardhur pikërisht nga Lezhë dhe nuk e dim arsyet e këtij transferimi të saj nga qyteti i lindjes, nga qyteti ku dashurua dhe u martua, ku ka familjen e saj, drejt Tiranës dhe jetesa së fundmi me shoqen. Do flasim pas pak për pse nuk kërkon ndihmë një juriste, dhe ajo kishte nisur rrugën e notarisë, do ta themi vetëm pas pak me mua në studio. Po. Psikologja jon Lindita Hoxha, përshëndetje, mirë se erdhe. Psikologe në gjykatën e krimeve të rënda, kryesisht për të mitur, por që nuk mbeten pas edhe të rinjt. Do doja fillimisht të ndaloja tek Sara, përpara se të dëgjonim edhe nënën e Raldofizit, ka refuzuar në fakt të jepte një dëshmi, por ka dhënë një fjali shumë domethënëse, që ne duhet ta ndjekim dhe unë ndjej të nevojshme të jem transparente me nënën e Raldofizit, se çfarë ka thënë për ne, por për ta ndjekur publiku mbi të gjitha familja e së ndjerës, e Gjuana Nikollajt, sepse është folur shumë që kjo e fundit mund të ketë ushtruar dhunë edhe ndaj nuses së ndjerë tashmë. Sara, si është përjetuar tek ty si vajzë? Në radhë të parë dua të shpreh ngushëllimet e mia familjes, si vajzë, si një bashkëmoshatare, si një juriste, si një person që ka ambicie, që ka dëshirë për të jetuar këtë jetë që na ka dhënë Zoti. Më ka ardhur një keqardhje shumë e madhe, sepse tek siç është Gjuana, jam edhe unë. Edhe duke qenë se është vajzë e re, kishte nisur këtë rrugtimin e ri drejt Tiranës, kishte divorcuar, pra ishte një person që në paraqitje kishte dëshirë për të jetuar dhe të arrijë të kryejë një akt kaq ekstrem. Më vjen keq që në 2026 akoma ndodhemi në këto kushte ku një person, mbase unë nuk e paragjykoj dot, po një person që nuk e ka arritur të kërkojë ndihmë, edhe as ligjërisht, as psikologjikisht, as mbështetje, dhe kjo gjë më vjen shumë keq nga pikpamja emocionale, nga pikpamja femërore. Pra është një situatë që unë shpresoj mos të përsëritet më, edhe që mos të bëhet thjesht një rast tjetër mediatik që do ta diskutojmë, do ta flasim patjetër, edhe pastaj do harrohet, edhe do pas 1 muaj 2 do përsëritet përsëri, edhe do vi një Gjuan tjetër që fatkeqësisht do kryej një akt të tillë. Pra unë shpresoj që vërtet të ketë një ndryshim në shoqërinë tonë, të kuptojmë se sa i rëndë është ky akt që një vajzë 25 vjeçe të arrijë të japi fund jetës së saj në një mënyrë kaq tragjike. Sara, nuk e di, një bashkëmoshatare të cilat mund të jenë futur në rrethin vicioz të dhunës dhe nuk kërkojnë ndihmë, a mundet që një bashkëmoshatare jotja, një studente shumë e shkëlqyer që e di rëndësinë dhe peshën e denoncimit, apo mos hapja edhe me motrat, me nënën, me babain, të paktën sipas dëshmisë së babait dhënë për ne ditën e djeshme? Fatkeqësisht personat, sidomos vajzat që dhunohen dhe që dhunohen vërtet nuk para kërkojnë ndihmë. Nuk para kërkojnë ndihmë sepse janë mbyllur në psikologjinë e vet që nuk ka njëri që të më ndihmojë. Dhe mbase thjesht një person mund të bëjë diferencën midis jetës edhe vdekjes, sepse kur një person arrin të mbështesë dikë, mund të mos ndodhi një gjë kaq tragjike, mbase nuk ka parë rrugëzgjidhje tjetër. Pra këto janë shumë elemente që pastaj psikologja do t'i analizojë edhe më mirë se unë. Nuk ka parë një rrugëzgjidhje tjetër, po më thua, apo jo? Dgjoj, ky është një rast ekstrem, një akt ekstrem. Vetvrasja është hapi i fundit. Në rastin e Gjuanës përfolet dhe dihet pak a shumë që ky akt ka ndodhur pas një nxitje, pas një trigger event, pra pas takimit me ish bashkëshortin e saj, ku përfolet edhe që ka ushtruar dhunë ndaj saj. Jo, nuk përfolet, ka dalë autopsia, është me shenja dhune. Me nofullën e thyer. Tani, këto detaje pastaj kaq shumë të rënda me nofull të thyer, dhe të mos kërkosh ndihmë, se ne e dim se çfarë do të thotë thyerje në trupin e njeriut. Tani këtu unë i marr me rezerva. Mua më duhet dalja autopsisë që ka pasur shenja dhune, pra mbi të është ushtruar dhunë, a ka pasur presion për të shkruar atë letër, si e ka siguruar medikamentin bujqësor, ka pasur pra një plan të organizuar kur ne do t'i themi me detaje këto pasi ta ridëgjojmë edhe një herë intervistën e babait,
sepse ka folur në mëngjes me nënën. Ka shkuar me shenja dhune në orën 3 të natës, ku e gjeti medikamentin bujësor, fostoksinën, për ta, nuk e dim, në presionin e kujt. Këto janë të gjitha gjëra që i përkasin hetimit, madje hetimi kush është motivi që 3 muaj pas martesës ti e divorcuar dhe kanë ardhur prindrit kanë marrë pas një lloj rezistence nga të dyja familjet mbas një dashurie shumë të gjatë. Çfarë të lidhte përsëri me ish partnerin të, pra ka shumë pikë pyetje, sepse ajo 24 orë më parë kishte festuar 8 marsin me shoqet e punës e shkollës ku ajo punonte. Përgatitej për ditëlindje, kishte bler fustan në një ditëlindje, pra kishte shumë motive për të jetuar kjo vajzë dhe nuk ka dhënë dyshimin më të vogël. Prandaj po them edhe siç thash, unë e shihja si një vajzë që ka marrë iniciativën me nisur një udhtim drejt Tiranës, një rrugtim të re, një jetë të re, një jetë më të mirë. Prandaj nuk kishte arsye për vetvrasje. Prandaj ka ndodhur një trigger event, një diçka që e ka risjell në atë situatë. Mirë, çfarë dyshon edhe ti si avokate, duke qenë se merresh edhe me detektivët privat, është një tjetër gjë që do ma thuash vetëm pas pak. Mbasi ne të japim të gjitha dëshmitë si të familjes Nikollaj, si edhe të familjes Fizi. Zonja Lindita, unë e thash pak më përpara ti je psikologe në gjykatën e krimeve të rënda, je psikologe penale, je psikologe për fëmijë, por edhe për të rinj. Dhe mund të themi që çifti ishin të rinj. Unë dua si grua, si vajzë, por edhe si nën e një djali, që nesër pas nesër do dali vetë në jetë dhe do ketë familjen e tij. Si e ke përjetuar gjithë të ngjarje? Dua nga pikpamja jote personale, pastaj dalim për të komentuar pasi dëgjojmë edhe dëshmitë. Ti vetë si e ke përjetuar? Faleminderit. Sa po media e dha, morën vesh, të gjithë tronditëm ashtu e dha unë. Të gjitha pikpyetjet janë të pasbardhura. Ndërkohë që thuhet që ka ndruar jetë, ka përdorur, konsumuar fotoksin. Por dhe raporti mjekësisë ligjore ka deklaruar që ka pasur noflën të thyrë. Kjo tregon që aty u ushtruar një dhunë shumë e lartë. Por jo vetëm në atë ditë, ndoshta ndër ditët më përpara ose muajt më parë, të gjitha këto erdhën dinamika që ai është kthyer atë ditë që është takuar me Gjuanën. Ne sot do trajtojmë fundin, se fillimin është çështje e prokurorisë që ta zbardhi në të gjitha detajet e saj. Nisur nga fakti në media e tha vetvrasje. Ne nuk mund ta themi dot vetvrasje, se mund të jetë vrarë edhe nga ndonjë person tjetër, që e kanë detyruar, kanë qenë në një ambient të dy, edhe ka thënë konsumoje tani këtu dhe personi që kjo ka pasur lidhje s'është, që dhe ai të japi dëshminë e tij. Dhe këtu zbardhen të gjitha gjërat. Letrën e ka pasur ndër vite këtë ngarkesë ose ndër muaj. Si nuk ka kumtuar gjë familja e Sëndirës, si pas asaj që tha babai ditën e djeshme në studio. Do ta ridëgjojmë sot, Që kjo ka qenë një vajzë me sy hapur, një vajzë me dëshirat e saj, nuk mund të themi thjesht vetvrasje dhe ta mbulojmë aty, sikur se mbuluam me varrosën dhe kaq. Jo, shtyri vetvrasjes tani është ajo ka qenë një vajzë me ambicie për jetën, ku ka mbaruar një shkollë të lartë, ku ka filluar një punë, është trajnuar tashmë. S'mund të themi ne një vajzë pa vizion fare dhe vajti mori medikamentin dhe konsumoi. S'mund të themi. Ajo këtë e ka bërë sepse s'ka pasur ngrohtësi as nga prindrit e saj, por edhe nga ish bashkëshorti, tashmë ajo s'kishte ngrohtësi nga familja. Po se nuk është shprehur në minutat e fundit, s'kishte pse ta bënte asnjë arsye të çonte kjo. Asnjë arsye nuk çon. Vajzë me shkollë. Tani, ti vetë thej që autopsia ka dalë me shenja dhune. Ka dalë autopsia, po elementët, nuk është mbyllur dosja që, se duhen 6 muaj, pak në mbyllet një dosje, prokurori. Të gjithë elementët që të gjejmë që pse doli në këtë përfundim ajo, kur ajo ishte një vajzë me vizion për jetën. Ka pas dhe ditëlindje, pas ka blerë dhe dhurata, se të gjithë ne përgatitemi 2-3 muaj para për ditëlindjen, ta bëjt madhe të vogël, çfarë do veshon, çfarë do veshësh ti, ke parasysh. Dhe pastaj të vrasësh veten. Ka festuar edhe Edhe ka festuar shumë bukur. Edhe pastaj të nesërmen vrasësh veten. Asgjë s'të çon tek vetvrasja. Megjithatë, siç edhe ju pohuat, do ta zbardhim sot dhe do shohim çfarë do shprehen dhe familjarët. Si nën e një djali, çfarë nuk shkon ke djemt shqiptar, Lindita? Djemt shqiptar sepse nga këndvështrimi nënës, jo e psikologës. Po, sepse kanë atë ndjenjë, kanë një eko që duhet jenë mbi palët. Edhe para nënës, e shprehin këtë. E shprehin, djemtë? Edhe para partneres.
Por Pra partnerja duan të nuk... dominojnë. Jo, po partnerja nuk është nëna. Këtë duhet ndarë. Nuk është nëna. Është dikush që ka pranuar me dëshirë që të bashkëtojmë me ty. Dim të edukojmë Po jo ta përdorësh ti këtë. Dim të edukojmë në djem? Ne dim të edukojmë, por ajo është vetëm kur nis bashkëtesa. Aty dalin të gjitha edhe nga ana e vajzës dhe nga ana e djalit, fillojnë ngacmojnë njëri me tjetrin, po ju dashuruat, u martuat, si nuk u detyruat. Pastaj keni shansi dhe të divorcojni dhe mos ta shikoni më njëri tjetrin. Po, përse afroheni përsëri? Për çfarë? Jeni kaq të rinj. Filloni Shiko, ti thua përse afroheni përsëri. Atëherë, ti përpara se të hynim në këtë transmetim të drejtë për drejtë, më the Lindita që ke një qasje psikologjike për këto dashurit e gjimnazit që unë du ta dëgjoj në analizën tënde pak më vonë. Atëherë, le të ftojmë të gjithë ata që po na ndjekin drejt për së drejti, të ndjekim shumë pak fjalë të nënës Eraldo Fizit në këto momente. Kemi dashur ta kontaktojmë dhe ta pyesim për foljen e saj së fundmi në media që a është kjo zonjë ushtruese e dhunës ndaj së ndjerës apo jo. Shikojni përgjigjen e saj. Unë jam Ebi Sameti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24. Doja të flisja pak me ju në lidhje me situatën e së ndjerës Gjuanës, duke qenë se ditë e fundit është përmendur shumë emri juaj. Me vjen keq, por nuk mund të flas dot. Do të thënë, ju e keni dhunuar në fakt të ndjerën? Me vjen keq, por nuk mund të flas dot, se do të respektoj të ndjerën që është atje ku s'duhet të ishte. Do respektoj të ndjerën aty ku nuk duhet të ishte. Kjo është një fajali shumë domethënëse për gjithë ata që po na ndjekin drejt për së drejti, mbi të gjitha për familjen e së ndjerës 25 vjeçares Gjuana Nikolaj. Nuk ka dhënë asnjë detaj nëse është e përfshirë në një dhunë të drejt për drejt me viktimën, ashtu siç përflitet në media. Ndërkohë dua një analizë shumë të shkurtër tuajën. Lindita, nisim bashkë? Po, pse jo? Çfarë do të thotë? Kjo fjali shumë do me thënë se për ne të paktën si gazetar. Kjo zonja, me gjithë respektin, korektoj atë çfarë ka ngjarë. Dhe askush nuk do donte që ajo të ishte në atë vend atje. Po kush janë shkaqet, do të tregonte a po kishte lidhje. Po e respekton ama. E pesi tha, po respektoj të ndjerën. Ne duhet të respektojmë kur jemi të sepse është atje ku nuk duhet ishte. Ku jemi në jetë, jo atje ku është e ndjera. Tani duhet të flasin qartë dhe hapur nëse ajo ka pasur djeni për ditët para se kjo të bënte këtë vepër. Edhe muajt në vazhdim për atë duhet të fliste, se pas ka qenë nusë asaj familje. Mirë, ka folur një tjetër familjare shumë e afërt e kësaj familje. Me afërt është kjo, nëna që ka qenë brenda. Padyshim. Ka qenë brenda, kjo duhet thoshte. Ne donim apo nuk e donim, e dhunonim apo nuk e dhunonim. Respekti që i bën në këto momente. Djali joni dashuronte, nuk e dhunonte, këtë duhet na e thojë. Jo, ajo duhet mbrëmte edhe veten e saj nëse ka dhunuar apo jo. Po mirë, tashmë jetoj. Po respektin që po jep në këto momente. Nëna jo, nën unë, nën juve, ne sot jetojmë për fëmijët. Po. Duhet të ikim ne në atë botë. Po, është një pozicion të vështirë, jo fëmijët tanë. Është e vështirë të kallëzonte. Akuzohet edhe i biri. Akuzohet dhe ta denonconte në polici, ose ta paralajmëronte. Okej. Djalë, hajde këtu, ne s'kem punë më tani me atë derë. E kuptoj. Bile jemi hasët. A ka qenë kaq e hapur Eraldo Fizi në fakt me nënën e tij, këtë nuk e dim, duke qenë se do zbuloj shumë edhe familjarja tjetër shumë e afërt që jep disa detaje në fakt. Sara, si të duk komenti i zonjës? Shumë i ftohtë, me thënë të drejtën. I ftohtë? Shumë i ftohtë. Është një koment goxha indiferent. Mua më duk shumë i ndjerë në fakt. Jo, nuk më duk fare i ndjerë, sepse në momentin që thua, okej, po e respektoj në botën ku është tani, atje ku nuk duhet të ishte, jam shumë dakord, por gjithë këta elementet, gjithë gjërat që kanë ndodhur para, ju ku keni qenë? Keni pas djeni, s'keni pas djeni, çfarë i keni thënë djalit tuaj? A i keni ndihmuar me u ndar? A i keni folur pas ndarjes? Pra se janë edhe për shkak të moshës, kokë forcia ndonjëherë dhe papjekuria të çojnë me një drejtim jo të duhur, dhe prandaj prindërit duhet me ditë me i menaxhuar fëmijët, jo të marrin përgjegjësi për fëmijët, sepse normalisht që nuk i marrin dot përgjegjësitë e fëmijëve, po që t'i drejtojnë sa më mirë. Pyetja ime ishte drejt për zonjën, duke qenë se është akuzuar së fundmi për një raport shumë të tensionuar, madje edhe dhunues të zonjës ndaj së ndjerës. Prandaj pyetja ime ishte drejt për drejt, ë? Po nëse ka pas konflikte në atë shtëpi, vjera e ka ditur. Okej.
Nuk ka si mos me ditë. Mirë, ndërkohë që duhet jemi transparent dhe të rijapim edhe njerë intervistën e babait të së ndjerës bërë javën e kaluar 24 orë pas varrimit të Gjuana Nikolajt. Ne kemi transmetuar të plot ditën e djeshme, do ta transmetojmë përsëri, do dalim në hapësirën e parë publicitare, por do rikthehemi në pjesën e dytë për dëgjuar dëshminë e familjares Eraldo Fizit. Ndjekim babain e Gjuanës. Unë jam me Visa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24. T'ju pyes si jeni, s'ka fjalë besoj, ta përshkruaj se si jeni. Jena veç se jena gjallë. E kuptoj. Ne marrim i fjetë me pak. E kuptoj. Juve kush ju lajmëroi për vdekjen e së ndjerës? Lajmëroi. Goca, ishte goca tjetër në Tiranë aty. Kishte kohë që jetonte Gjuana në Tiranë? Apo që 3 muaj duket. 3 muaj. Gati 3 muaj është. Po. Kur ishte era fundit që kishte folur me juve? Era punit. Kam njerëzit tash, po ka, me mamën e vetë ka folë. Në kështu më shkojtë në mirë, se ka ndaj e mirë, se kënë një keqë. Ju nuk ishit besoj ndjeni që ajo dhunohej, apo jo? Jo, si nga kanë ndjeni, nga ka thonë asë gjohë. Me Eraldon ishte martuar në muaj ngusht? Eraldon ka qenë martuar në qershor. Në qershor? Ishin divorcuar? Po, në nërë duket, divorcuar. Nda me kështu, pa nej, asë loj, ka të reza gjambë, nuk shka në pitë madhë, që ka edhe nda. Edhe unë danë, e kuptoj. Po me motrat nuk ishte shprehur që dhunohej? Nuk jam gjenje me folë dhe herë, me falë. E kuptoj. Mirë, ne do mbesim në kontakt, ju jap ngushëllimet edhe një herë. Dera e emisionit është e hapur për juve për t'u shprehur, sepse edhe opinioni publik kërkon të di diçka më tepër. Gjavet ajo? Si? Jo, e vërtet, por... Ja ka në lanë drejtësisë këtë punë. E kuptoj. Shumë mirë. Ne na ke nga pas. Unë të falenderoj, ngushëllim edhe një herë. Mbas hapësirës së parë publicitare, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit dhe ndërkohë regjia do të shfaqë në këto momente bisedën telefonike me një familjare të Eraldo Fizit, e cila ka folur shumë gjatë në lidhje me djenin e saj për raportin e të rinjve Eraldo Fizit dhe të Gjuana Nikolajt. Si ndihet familja Fizit, kush është familja Fizit dhe çfarë mund të ketë ndodhur? Ju ftojmë ta ndjekim në këto momente. Mund të flasim vetëm 2 minuta në lidhje me situatën e Eraldos edhe të ndjerës Gjuana? Një gjë tani, që t'jem dhe sinqerte, unë i shpreh ngushëllimin e familjes, jena të shoku. Po? Që ngjarje na ka trëndit shpirtërisht gjithë të familjes. Po. Që nuk ja urojmë asnjëriu në botë as hakmit. Jena të shokuar për shumë arsye. Unë me Gjojnë kam qenë shumë afër edhe në ceremoninë e fejes, në ceremoninë e dasmës. Po. Mi qifti mrekullueshëm, mi qifti lontë që në sytë e tyre shifte vetëm dashuri. Po. Edhe ne kemi marrë vesh aqsa në përmledja në fjallë. Po. Por unë i shpreh ngushëllimet asaj familje, se Zoti inshallah u jep forcë për ta përbërë këtë lloj dhimbje kaq të thjeshtë. Po. Nuk e uroj asnjë prindje asku. Nuk kuptoj. Po lidhe me nënën e Eraldos, për flitet shumë në media që ka pasur një dhunë. Unë po them që t'jem shumë e sinqert. Po. Nuk pi gjaj fjallë për t'i ngushëllu. Si familje me Gjoan, si familje këtu që na ka ndodhur kjo gjarë. Po. Sepse edhe ne jemi ne kjo, pjesë e familje, sepse unë kam 40 vjeç që jam e martuar me këtë familje. Po. Janë një familje e mrekullueshme që nuk janë për dhunë, to janë shumë familjarë. Për aqë sa i njohin ne me fjallë, aqë marrëdhënie me fjallë që marrëdhënie që kemi me të me fjallë, kur s'e kishim menduar, prap nuk e mendoj.
Mendoj që drejtoria do vjen gjami fjalë halli më i madh është të nuk kthehet më ajo që ka bërë. E vërtet. Ikja saj nga kjo jetë është trishtë, e dhimbshme shumë. Ju vetë si e morët vesh ngjarjen? Unë kam 20 vjetë në unë e thamë edhe sot që kush dënuse që vjet, kush dëvoj që vjen nuse në fjallë në këto familje, është bekim për të se të tilla janë. Ti vetë nëpërmjet televizorit e morë vesh ngjarjen? Ti vetë nëpërmjet televizorit e morë vesh ngjarjen? Nëpërmjet televizorit, unë kanë qanë fare këto, Po të thëmë me fjallë unë me ulërima, kur e kam marrë vesh, nuk doja me besu, nuk doja me pranua, dhe sot që po flasë fjallë këtë moment me ju, duket e pa besueshme me fjallë, nuk di, nuk shpreh fjallë nga dhimbja që di. Po, si e komentoni ju faktin që në media ka dalë që edhe nëna e Raldos ka ushtruar dhunë ndaj të ndjerës? Si dini ju marrëdhënien nuse vjerë? Tani, unë për sa jonë, atë nuse vjerë për çka kam pa me sytë e një, në fjallë kjo nanë, kjo vjerë tritën e cilë ja ka pa atë, për aq sa dion. Edhe si që dhimbjen dhe se a kupton është fëmia Gjana, është fëmia e atyre po, kur dhimbjen e kanë shumë të madhe të papërballueshme edhe këtë vetë. Mendoj në fjallë me gjitha të hallë që ka pas Majlita. E kuptoj. Tek nana, ajo ka qenë përkushtuar vetëm për fëmijë. E kuptoj. Për ditën e dasmit që është padasma, në detaje, çdo gjë. Kjo ka qenë një fjallë përkushtuar vetëm të mos u prishet sëmturia e fëmijëve. Dile në një moment, sot e i thosha Majlita, ngjive vetën, si kishte veksuar, si sa kishte pas para, edhe i thanë, o Majlita, më i tu me qashet e pos qaj të se tu më i prish sëmturia e fëmijëve të ti. Pra i hedh poshtë akuzat për dhunë ndaj së ndjerës nga ana e nënës e Raldos. Ashtë një unë në fjallë Majlitës, ashtë marrëdhënie që kemi ne nuk më shkon një tia mene të shtë që ajo më të këtë shtru vonë në fjallë. Po në fakt, po divorci për çfarë erdhi? Juve çfarë ju kanë komunikuar? Ne jemi të shokuar edhe për divorci, sepse nuk e kanë fare të fjallë. Ne kemi marrë vesh në fjallë, kur ka ndodhur ngjarja, sepse jemi të përfshim në punë tona, ne vetëm shohim na kupton edhe nuk e kemi si fjallë. Po Eraldo ku jetonte së fundmi? Pse kishte qenë në Itali dhe është kthyer me datë 9 ditën e hënë? Atë nuk e. Por ka nuk di fare të shale jo në Itali, por në të shatë Maltëzi. Po jo të një jo në Itali. Ku punonte në Maltëzi? Ka ardhur nga Malizi? Ka do të ketë ardhur nga Malizi, sa e në Itali sa mërme. Ai punonte me babain në Maltëzi? Po, gjithë si familje. Janë familje që gjëgja kanë arrit me mundë dhe tjerë që të nuk e di. Jena të shokum. Ti vetë kur e ke takuar Eraldon për herë të fundit? Unë të shemë të drejtën, Eraldon ku ka të padasën, që atëherë bile ka taku me në shumë për tyre, sepse ty pëshë një paralizë faciale dhe me qurë të doktore, se ishte me ditët e dasën sa manë, nuk e kam taku që atëherë Eraldon. Po tani pas vdekjes së Gjuanës, ke mundur të flasësh me familjarët e tij? Jo. Me familjarët kanë thënë se unë kam ngushëllu, mund kanë marrë njerëzit me ngushëllu për Gjanën, sikur është pjesë e familjes tonë. Unë kam marrë thjesht me ngushëllu që ndodhin, na duket pa vërtet, të drejtë. Si po e përjeton familja e Raldos? Është shokume vetëm qanë, nuk akupton është shokume, nuk i duket e pa besueshme me fjalë, nuk. Po Eraldo vetë ku është në këto momente? Çfarë thot familja? Pse është arratisur? Nuk e, tham të drejtë nuk e di, se jemi shumë të mbi nga punë, edhe nuk e... Ju keni pasur mundësi të flisni me familjen e Gjuanës? Urdhëra? Keni pasur mundësi të flisni me familjen e Gjuanës? Jo, drejt për drejt, jo, po unë kam thënë, kur e mora vetëm në një këtu që kështu ka ndodhur, jo veç ka për ditë, isha në dure, isha në hotel, ka mundësi i famon, edhe një njeri jo apër, si kishën thënë që në lajmërën një filanën që ajo, a kupton që të bije, në fjallë për me këtë si ka ndodha, a kupton për ngjarje. Po me Gjuanën vetë, me të ndjerën, kur ke folur për herë të fundit, kur e ke takuar? Jo, fare, vetëm kur 5 ditë pas datës, kur jam njësë në ikë për të qi për mediatje, ka në ardhë në fjallë për me marrë resetën për me shku atje, me marrë ilaqët për që të vazhdosh në fizioterapi për erojta, për këtë të takuar. E kuptoj. Ashtë atërë, është dhimbje madhe, nuk e ti, jemi të shokume,
kemi një javë që as nuk flem me lëtë në sy ulemi, me lëtë të ngrehemi se unë kam pas një konsiderat një vojzë mrekullueshme, një djalë mrekullueshëm që nuk e gjallë, nuk kemi fjallë, vetëm o zëtë, unë bëj një mesazh edhe për gjithë rinin. Stop zona nëse është e vërtet, po nuk e tjetë e vërtet, pastaj në kalësiv jam këtë forë, pa rrugë për metal, po nuk e ti, kam fjallë me. Si ishin njohur Eraldo dhe Endjera, si janë njohur? Sa të drejten nga kuptojnë që është jetë, janë ato që në adoleshencë, si që a stadion. Me kuptoj. Që në adoleshencë që në gjasë të letën, ditë por gjimnazë, ditë tre gjimnazë. Po. Edhe, unë kam pa vetëm lumë të rike e qiftë, sa të drejten. Po si ka mundësi që ju s'jeni në dieni për divorcin e tyre, mbas disa muajsh të kësaj dasme madhështore? Po të kanë drejten edhe ne kemi fëmijë largë dhe fëmijët sa ndjehet nuk është se duke di që në punë gjithë njerëzit në punën e tyre në një krizë shumë e madhe. Sikur një ndim të vogël të na kishin kërkuar ne do kishim po diçka me fjalë që me ndërhyj, po jo. Pra atje përjashton faktin që nëna e Eraldos mund të ketë dhunuar të Ndjerën ose ka pasur dieni të dhunës së të birit ndaj Gjuanës. Absolutisht, unë për vetë aq tani atë ma merr menja, unë jam vjerë vetë, nuk ja urrej kërkujas, nuk e mendoj se një nanë mund ta baje për nusën e djalit, me fjalë që unë e kam martu djalin, e kam fritat e syve, ja kam pa, ja shoh gjithë jetën derisa që s'ma merr menja që nanë e tillë, një nanë mund baje për nusën e djalit, e aq ma tepër ajo tipi asaj që është shumë e thjeshme, shumë e dhimbshme, shumë çfarë thamon. Si përcjellni këto lajme që hapen në media? Ju vetë si ndjeni? Jo vjera e ka dhunuar? Nuk e ti, në heshtje se drejtësisa, nuk e di dhe dali vërteta, unë shpresoj që e djallë do të ketë ushtruar. Po komentimin për vetelmimin e Gjuanës, çfarë mund ta ketë shtyrë të Ndjerën, si mendon ti? Se shenjat e dhunës janë të dukshme, ka dalë nga autopsia. Nuk e di, me sa kupton nuk e di, vërtetë në çështje të ekspertizë të gjithave, drejtësia ta vjen vend. Dëgjuam pra dëshminë e plotë familjares Eraldo Fizit, ajo ka përshkruar dhe nuk e beson se nëna e këtij të fundit të ketë ushtruar dhunë ndaj nusës, si ç'po përflitet ditën e fundit në media, ndërkohë që ajo vetë thot e kemi përjetuar me ulurima dhe pabesueshme që një çift i dashuruar me një dashuri që vetëm e tillë dukej në sytë e dy të rinjve, të paktën nga këndvështrimi i zonjës si familjare e prej 40 vitesh e martuar në familjen Fizi, ajo thot kam në fakt edhe dëshminë e nënës së Eraldos dhe lumturinë e saj, sepse në fakt kishin ndodhur shumë gjëra në familjen e saj personale, kishte pasur humbje dhe vdekje së fundmi nëna Eraldo Fizit dhe nuk arrinte për shkak të dhimbjeve dhe të humbjeve të njëpasnjëshme që kishte pasur në jetën e saj të lumturoi aq shumë për martesën e të birit dhe thoshte nuk dua të derdhlot sepse dua të lumturoj vetëm të rinjt. Se çfarë ka ndodhur duhet flasin të dyja familjet tashmë, ne dim që nuk e kemi më dhe kemi humbur një ëngjëll si Gjuana Nikollaj, një 25 vjeçare mbaruar por juridik që priset të fillonte punë sa më shpejt edhe në Tiranë, pra një zyre notariale në profesionin e saj, të cilin e kishte ushtruar më parë dhe në qytetin e Lezhës. Çfarë të bëri përshtypje Sara? Se pash në fakt në atë komunikim edhe disa komunikime tuaja, nuk u kapën nga regjia, por që unë e pash që kishit sa. Çfarë të bëri përshtypje Sara? Pastaj Lindita. Fakti që askush nuk din asgjë. Të gjithë janë të shokuar, po e vërtet është shokante, por të gjitha këto vinë si pasojë e diçkaje, nuk vinë nga hiçi. Pra, ti nuk beson të ketë qenë e menjëhershme, diçka e menjëhershme, nuk e beson, e hedh poshtë. Është graduale, por unë e thash, siç e thash më përpara, ardhja nga Eraldo, nga Italia, jo, nga Malizi. Nga Malizi, pak rëndësi ka se ka ardhur, po ka ardhur një ditë pas 8 marsit. Po. Okej. Ka qëndruar deri në orën 3 të natës, ditën e hënë deri në 3 natës duke u gdhirë me Marta?
Po. Data 10, duke u gdhirë data 10. Të nesërmen, vetë vritët. Po pra, duke u gdhirë data 10, dhe me datën 10, ditën e martë... Tani, ka ardhur ky person, kjo ka vrarë vetën. Ose më saktë është një vdekje e dyshimit sepse duhet me parë të gjitha elementet që të çojnë në vetvrasje. Ti çfarë beson? Unë besoj që është shtyrje drejt vetvrasjes apo absolutisht. një vrasje e dyshimt? Ato janë elemente Se janë dy tjera. gjëra krejt të ndryshme. Unë jam më shumë tek shtyrja drejt vetvrasjes, sepse për mendimin tim, pastaj normalisht kjo e mbetet hetimit edhe hetimi do t'jeti gjatë edhe duhet verifikohen shumë të dhëna që këtu nuk i kemi në dispozicion, por me aq dieni se sa kemi, për mendimin tim është më shumë një shkaktim i vetvrasjes se sa një vrasje. Për faktin se vajza ka tentuar të largohej nga një person. Nuk është normale të martohesh me një person, të ndahesh pas 3 muajsh, të rinisësh një jetë e re dhe ky person të rikthehet dhe ti brenda 24 orësh vret veten tënde. Zonja tha në vitin e 3 të gjimnazit. Imagjino, një dashuri shumë vjeçare. Janë dashurit e adoleshencës. Kur ajo ishte 25 vjeç në qershor të 2025-s. Njerëzit kur lidhen kaq herët, ndodh që me shumë çifte ka sukses, me shumë çifte nuk ka sukses, për faktin se ti kur je adoleshent, ke një mentalitet tjetër. Duke u rritur, ndryshon dhe rritesh si person, bëhesh një person më i pjekur, më i matur, në varësi pastaj të karakterit. Pra, nuk është e pjekur mendimi për ta çuar drejt një bashkëtese martese? Jo, thjesht kur rritesh bashkë me një person, kupton që ai personi me cilin je sot nuk është personi me cilin je lidhur, sepse jemi rritur. Kur bashkëton, apo jo? Po bashkëtesa i tregon të gjitha. Aty e kupton se kjo ke përballë. Pastaj personin që ke përballë nuk do ta njohësh kurrë. Pra të hiqet mendja që unë e njoh atë siç njoh veten time, askush nuk njihet deri në fund. Sara, shiko, po të vësh re, zonja thot kështu. Bëhet një dasëm madhështore dhe këtë nuk ma ka thënë vetëm zonja, pa ma ka thënë i gjithë Shëngjini dhe i gjithë Lezhë. Është bërë një dasëm madhështore. Po ta dëgjosh me vëmendje, thot që unë çiftin e kam takuar kur ato po përgatiteshin pas dasme për të shkuar në muaj mjaltin në Turqi. Po dasma madhështore për shefin e tyre kam bërë, pastaj dasma madhështore me duket më shumë kompensim, se do me thënë, lidhja kurorzimi është i dy personave. Ndarja, që mos ta them divorc ligjor apo jo, se nuk e dim në kanë bërë celebrim apo jo, ndarja ka ardhur pas 3 muajsh. Tani, disa javë ti merr muaj mjaltit. Pas i kthehesh pas muajit të mjaltit, je akoma në atë atmosferën e asaj që ke përjetuar të një dasme madhështore edhe të muajit të mjaltit. Çfarë ka ndodhur? Po ndodh edhe kjo gjë. Pra, kush është motivi? Në momentin që martohesh, të zbret maska, sepse sidomos për meshkujt dhe burrat shqiptar, po edhe femrat, po te meshkujt ndodh më shumë ky fenomen që tani e kam dhe s'ka ku shkon. Kështu që s'ka më nevojë me mbajt me të mira. Pastaj nuk them që kjo ka ndodhur domosdoshmërisht. Kur je adoleshent e përjeton ndryshe shumë elemente. Dhe kur piqesh, pra, deri 25 vjeç e ndjera ishte pjekur. Por e kuptoi partnerin e saj mbas 3 muajve bashkëtesë, apo jo? Po dalim në këtë konkluzion, sipas komentit që po bën. Po, ky është konkluzioni, atë po përpiqem të them që... Pra, nuk ishin përgatitur çifti për një bashkëtesë dhe për të ulur ato maskat që thua ti. Ka shpejt të bjeri maska? Një maskë të cilën mbas 7-8 vitesh dashuri nuk e ke njohur? Nuk e di konkretisht se çfarë ka ndodhur midis tyre. Pra, unë këtu jam duke ngritur hipoteza të cilat nuk e ve dorën zjarr për asnjë gjë që them, sepse të vërtetën e din personat. Pra, ne këtu komentojmë, flasim, por vetëm një fakt mbetet edhe fakti është që Gjuana është larguar nga kjo jetë. Pra, ti je pikërisht te kjo klasifikimi i veprës penale shkaktimi vetvrasjes. Unë jam te kjo. Jo tek vrasja e dyshimt. Unë nuk besoj se do të kishte pas ndonjë interes me vdekur atë vajzë, por kjo do t'i mbetet hetimit. Marrja e një medikamenti bujqësor, siç është fotoksina, edhe ditën e djeshme, e kemi sqaruar në studio, do ta sqaroj edhe me Linditën, merret pikërisht për të mos kesh më kthim pas. Patjetër. Pra, është medikament shumë i fuqishëm. Është akt ekstrem. Është hapi i fundit. Po, si mundet një njeri që të ketë përjetuar kaq shumë gjëra, që del për të festuar, që ke përgatitur ditëlindjen, që
ke përgatitur dhe je shumë entuziaste për punën e re që do fillosh, që flet me nënën përpara se të shkaktosh vetvrasjen tënde dhe të lesh një letër ku fjalët më të mëdha në atë letër ishin drejtuar prindëve dhe sakrificës që ata kishin bërë për këtë të fundit. Ajo nuk ka dash, unë e thash. Dhe fletë numrin shumës, nuk thua të më lëndojnë më. Kjo vajza e mori iniciativën për ta rinisur jetën e vetë, edhe është një gjë që vetëm guximtarët bëjnë. Në momentin që ka lënë atë letër, ka thënë nuk dua të më lëndoj më. Pra, nuk dua të vazhdoj kjo dhunë, sepse ajo mendoj se e gjeti rrugëzgjidhjen duke u larguar, duke i dhënë fund lidhjes, edhe kjo duhet të ishte rrugëzgjidhja. Por në momentin që ajo është rikthyer, ka ushtruar dhunë ndaj saj, sepse e dim që ka ushtruar dhunë ndaj saj. Edhe më në fund, ajo e ka parë vetën në atë ngushtic që, okej, kështu do të vazhdojnë gjithmonë, se ne nuk e dim se çfarë i ka thënë. Pra, autopsia sot nuk do bëhet vetëm autopsia e trupit, bëhet edhe autopsia psikologjike. Edhe gjitha këto janë shkaqe. Janë shkaqe dhe janë vepra penale. E kupton. Mbas këtij komentit ligjor tëndin dhe jo vetëm, dua të kaloj pak tek Lindita. Lindita, patët një komunikim, çfarë ju pëlqeu, çfarë nuk ju pëlqeu, çfarë ju duket dyshimt nga komunikimi i zonjës si familjares? Ajo nuk në dha asnjë detaj që ne të na çojë në zbardhjen e kësaj gjë. Pse nuk dha detaje sipas teje? Nuk dha detaje të plota, sepse ja, vetëm një element, për shembull, ndodhi vakja nëse ato kishin shkuar aq mirë, a shkuan këto në varrim? Si një qytetar që ndodhi një vaki kaq për një vajzë kaq të re. Se ne në Shqipëri shkojmë për fshimi të gjithë shkojmë në varrim. Ndodh një gjë. A ju bashkuan marshimit dhe protestës bërë në Lezhë? Të paktën një dorë dhe shkuan familjarët, kjo nuk dinte asgjë për këtë. Nëse kanë respektuar në heshtje për shkak mos agravoheshin gjërat, mos nëse s'ka pasur dhunë, ato do ishin brenda, do ishin njësh me këtë familje. Do qanin po njësoj. Po mirë, familjara thotë, unë kam 40 vite nuse në... Nuk e dim objektin, pse vajza i ka thënë teatrit që hajde më merë. Kush ka qenë shkaku? A i ka shpjeguar babaj? Hajde më merë pse? Pse të martë ju martove, u bë gjithë kjo dasë, gjithë kjo shpenzim, se ne kemi dhe të mentalitetin shqiptar, kemi pak të zorë, që dale, pse pas 3 muajve? Jo. Po mirë, dashuria e këtyre dy të rinjve, një që nga koha në vitin e 3 të gjimnasit. Dashuruar ta zëm në moshën 16, 17, 18, po takoshin 5 minuta dhe kaj si dashuria e parë, ke parasysh e themi ne. Ndërsa që shkuan drejt martesës, nuk e dim ka qenë mendimi i këtij djalit që të martoheshin apo dhe i asaj. Po përderisa është martuar mbasi ka mbaruar shkollimin. Kam përshtypjen që kanë bërë martesë ka dashur ai, jo se ka dashur kjo. Pse del në këtë përfundim? Po se kështu se vajzat janë më të pjekura se sa djemt, atëre kuptojnë dhe sikur një vit më lart rriten dhe piqen më shumë. Ndërsa djemt e lënë aty o shoqëro martova mbaroi tash jeta, kjo ishte. Sa vajzat nuk reshtin pa lezuar, nuk reshtin piqen, kërkojnë më shumë nga jeta. Qofse ka qenë propozimi i Raldo Fizit për martesën, sipas teje, sipas këndvështrimit tonë. Atëre pse duhet të divorcoheshin pas 3 muajsh? Po pra, sepse ka qenë detyrueshme. Ka qenë martesë e detyrueshme. E detyruar. Pas 3 muajve dhe 25 vjeç, se martuan 17 vjeç, 18 vjeç. Sa më mbushën 18 dhe u bë dasmë. Se qëfar do të ndryshon të këmbush 18 vjetë? Ajo është pjekur qofte edhe nga ana shkollore, që ka ndikur shkollon, edhe ka hyrë në punë, se në punë është një shkollë më vete. Se vërtet shkojmë në shkollë, ne mbarojmë shkollën e lartë, ne s'dim asgjë. Po kur shkojmë në punë, mësojmë të tëra. To që i kemi bërë në auditor, i mësojmë si puna patentës. Bëm provimin me gojë me shkrim. Dhe tani e ka kuptuar kush është ajo, kush është bashkëshorti që kishte. Pra, ti thua që këtë ndarje e ka kërkuar vete ndjera. Hajde më merë, babaj. Babaj, pse kur me qarë objekti, për shfar? Të martohesh për 3 muaj e t'ikësh. Dali se vetëm shpenzimi dasmës njerë, edhe turpi nga të tjerët. Po pse duhet të kesh turp? Ne shqyqy që kemi familje, babalar dhe nëna që suportojnë fëmijët, vajzat që do mos. Në zona rurale. Kemi mentalitet neve. Dale, gjithë lagja, pse, qne, pse undarë?
du shpjegim lagja, jo më prokuroria. Mirë, më ndoshta janë nga ato familje që nuk intereson se çfarë thot lagja. Okej, Lindita. ashtu ka ndodhur. Ne shqyqyr që i kemi këta familjarë të cilët suportojnë vajzat, të cilat i thojnë stop martesës, pa mbarësi se si është ajo martesë. Por këto janë disa element që zbardhin ngjarje veçse. Duhet këto element. Mirë. Ti në fakt kishe një këndvështrim për dashuritë e gjimnazit, i themi me njerë pas hapësirës së dytë publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Ja. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, në fakt ka pasur shumë diskutime edhe gjatë publicitetit me dy zonjat e nderuara. Jemi në pjesën e tretë dhe të fundit për të folur për këtë ngjarje. Më bëri përshtypje një deklaratë e psikologes Lindita Hoxha, e cila thot heshtja e dy familjeve, Nikollaj dhe Fizi, po vret për herë të dytë të ndjerën Gjuana Nikollaj. Pse del në këtë përfundim? Dalim në këtë Se nuk di motivet e divorcit të tyre, të ndarjes pas 3 muajsh, çfarë do të thuash? Sepse përderisa e ndjera ka kërkuar pas 3 muajve martesë, hajde më merrni, ka qenë një shtrëngim tepër i madh. Që hajde më merrni, çfarë ka ndodhur? Ata janë ulur kur kanë shkuar prindrit për ta marrë, janë ulur, në tavolinë dhe kanë folur. Ne kemi ardhur për ta marrë. Se na diktoi vajza. Tani ku qëndron problemi? Mos kemi nesër problematika. Se të ziremi në rrugë. Ndoshta ata e din, por nuk e thonë publikisht. Të dyja palët. Shiko, babai e thot në fund të intervistës, kur unë i them që do një qartësim opinioni publik, ai më thot, do më ngjallet vajza, kthehet më ajo në jetë, çfarëdo që unë të them, nuk e ç'bën më atë që është bërë. Në mentalitetin e tij është kjo fjali, por sot kemi një dosje që duhet të zbardhet. Se shkaktoj, se e tham edhe pak më parë, që ajo ishte një vajzë e lexuar, vajzë e shkolluar, e diplomuar, e punësuar, ardhur dhe në kryeqytet, e lë zonat rurale dhe vjen në kryeqytet. Do me thënë, ajo kishte shmendra për jetën, jo për vdekjen. Kush e çoi drejt vdekjes, këtë duhet të na e thonë dhe prindrit, por edhe djali që ka pasur marrëdhënie me të. Ti si mendon, ka qenë edhe marrja e fostoksinës, se nuk është kot si... Mirë, shkaktuar, thonë Instituti Mjekësisë Ligjore që është shkaktuar nga kjo, nga fotoksina, por... Po është edhe një medikament bujësor që nuk e këthim pasë, që e ke të sigurt atë që po nisë. Paktën si që flitet. Nuk e di është e provuar, e ka prekur me dorën e vetë ajo? Këto do t'i presim... Do një dorë tjetër... Ku e ka siguruar dhe është një medikament bujësor që gjëndet shumë thjesht edhe kushton shumë pak. Në dyqanët e tyre, për duhet shkojnë në dyqanët atje të pjesin... A thua e ka menduar ka gjatë? Ku është blerë kja? Ku është siguruar? Në Lezhë, në Tiranë, kush ka ardhur ka blerë? Në atë datë blerje të këti produkti. Ti kë beson, shkaktimi vetë vrasjes apo vrasja e dyshim? Qëfar ti vetë, se Sarën e pyeta? Duke marë të gjitha këto të dhëna për vajzën që u shkollua, u diplomua, u punësua, për çfarë u shkollua kjo? Për të zbuluar se si do vdiste nesër? Apo kur do vdiste? Ne shkollohemi dhe të punësohemi, të ndihmojmë familjen, të bëhemi me fëmijë. A ka qenë akute me njëhershme kjo gjë, si mendon ti? Kjo domosdoshmërisht që kjo është... Apo ka qenë një vuajtje e gjatë? E momentit. Jo, marrja e jetës ka qenë ati momenti. Se përderisa ajo ka dashur të shkëputet... Pra, nuk ka pasur mendime suicide. Nga qyteti i lindjes, nga origjina, dhe vjen në Tiranë për një jetë të re, jo për një varr të ri. Si? Erdhi kjo për të bërë varrin këtu? Ja, kjo erë të shkolloj, të niste të shtronte jetën e saj për para. Por... Rasti konkret është i menjëhershëm, një vendim i marrë në kushte shumë të rënda. Ose në kushte të rënda dhe me personat të tjerë, do këtë qënë, se s'ka mundësi. Ti dyshon edhe për personat të tjerë? Dyshimi të qojnë, të gjitha këto të qojnë të dyshimi. Mirë, dyshime të qojnë të emri i Eraldo Fizi. Ti the kriminal nuk lind, kriminal të bën momenti. Momenti, ndoshta, janë përplasur me fjala, këtë una fizikisht. Janë përplasur dhe kanë përfunduar këtu. Për prapë ato kanë qenë të mirë organizuar, se medikamenti nuk e kishtë në shpinë dollap ajo dhe...
është bler medikamenti, nga kush është bler, këtë duhet ta zbardhi prokuroria, nuk flasim dot kot. Por dhe ai nuk duhet të largohej, duhet të ishte aty që t'japi dhe ai dëshminë e vet. Po si nuk e ka kuptuar asnjë nga familjarët, nga komuniteti, këtë dashurinë e madhe të gjimnazit, se njiheshin të gjithë flasin për një çift shumë të dashuruar. Vetëm dashuri shikonin në sytë e tyre dhe në veprimet e tyre. Si nuk ka mundur askush të kuptoj asgjë? Pas i kanë mbajtur të fshet, ajo e kanë ashkaluar nga jeta e saj, ka thënë, unë do shkollojmë, do punësojmë, do shikoj jetën, po i hesh më janë këto zënkat. Dhe këto e kanë prerë jetën në mes të gjitha, brenda 24 orësh, vajza, nga qefi të festoj për 8 marsin, të vritet, po nga qefi asnjë s'vritet. Po edhe telefonata e fundit me nënën në mëngjes që ka bërë. Se vrane se pleune në medikamentin dhe... Jo, ato e di unë, por nuk ka shfaqur asgjë. Telefonata me nënën në mëngjes, sipas babait, nuk është kuptuar asgjë. Se ka dhënë shenja, s'ka dashur ti mërzisit të tjerët, ndërkohë që e ka pasditur ose e ka ndjerë në veten e saj diçka. E kuptoj. Mirë, më jep pakën vështrimin tënd për dashuritë e gjimnazit. The, dashuritë e gjimnazit kanë 2 këndvështrime. O nga ato të mëdhat dhe të tilla janë, thua ti, që shkojnë dhe përfundojnë, për gjithmonë të lumtur bashkë, ose janë nga ato dashurit të mëdha, shumë toksike, të cilat nuk harrohen kurrë dhe sjellin fatalitetet të tilla. Pse? Sepse që fëmiju ngulitet në kokë, qoftë djali ose vajza kush e ka propozuar pari, për shembull, dhe aty ka ngelur, domethënë, kjo dhe pikë. Po kur jeta merr të arrihet tjetër, ose kur ti nuk je më i rregullt, se duhet të piqesh dhe të shikosh, të kuptosh kush është familja. Po e kuptove kush është familja, dhe po kuptove se kush është jeta, atëre e bën jetën lule, jo varë, që shke? Jo ngellë zemreku mu atje. Familja do respekt, do përkushtim, po të parën do dashurim, nëse dashuria nuk është, përfundojnë duke varrosur njëri tjetrin. Dhe kjo xhelozia është ajo, e tëra që ndikon në këto humbjet e jetëve. Çfarë ka ndodhur, sepse është një dashuri gjimnazi, janë njohur në vitin e 3, në moshën 16 vjeçare. Është më mirë, po pse të përfundonte me 3 vjet, 3 muaj martesë. Çfarë do të thotë arratisja e këtij të riut? Kjo lë shumë pikë pyetje mrapa. Jo, emocionalisht. Emocionalisht, në panik. Ai s'pas ka pasur emocione fare, se bëri është qelluar vajza siç e ka nxjerr raporti mjekësor me nofllën të thyer. Ai duhet ishte trembur. Jam skeptike ke kjo. Do ishte trembur, do thoshte çfarë bëra, do pendohej, do kërkonte falje prokurorit, familjes. Fakti që nuk po e bën. Ai bëri të kundërtën e kësaj. Bëri të kundërtën, gjë që dhe familjet i vë në hasmëri. Është një shok traumatik që nuk po arrin të kuptoj se çfarë ka ndodhur. Një shok traumatik është. E mendon? Por është me paramendim, s'është ti shajmë hallin tashi dhe ti mbajmë kokën këtit. Duam të kuptojmë çfarë po ndodh. Se pësoj ky shokun. Ta ndërgjegjësojmë që herët apo vonë do lokalizohet dhe thelloj më tej. Po, e thellon pra këtë. Tu dua të dalim. Pavarësisht se gjyqësorit ky nuk i shpëton dot. Jo, gjyqësorit ato e dim. Por ne nuk kthejmë dot jetën e gjanës. Do me thënë, sa më shumë narrati të ndodhet Eraldo Fize, aq më shumë rëndon pozitat e tij ligjore. Instancat tona shtetërore kanë treguar që i kemi shumë të sakta, që i sjellin këtu dhe marrin dënimin e merituar, por ne nuk kthejmë dot në jetë xhanën. E vërtet. Mirë, faleminderit Lindit. Për të kaluar pikërisht edhe tek Sara. Kush është pozita momentale ligjore me kaq sa ka dalë në media, me arratisjen, mos dorëzimin e Eraldo Fizit në këto momente, çfarë rëndësie ligjore ka për kaq sa jemi në dieni? Eraldo është duke ju fshehur drejtësisë dhe është duke rënduar ditë më shumë pozitën e tij. Ka për të dhënë përgjigje dhe duhet i përgjigjet drejtësisë, duhet të ballafaqohet edhe të merret në pyetje dhe të pyetet dhe të tregoj se çfarë ka ndodhur vërtet natën që ka takuar Gjuanën, pse kjo vajzë ka arrit të vrasë veten, çfarë ka ndodhur, ka ushtruar dhunë apo jo. Dhe të gjitha këto i përkasin një hetimi që do jetë shumë i gjatë, besoj, edhe duhet të jetë sa më i kujdesshëm që të kemi një përgjigje përfundimtare edhe të arrim të kuptojmë se çfarë ka ndodhur me këtë vajzë. Ti si avokate, çfarë do t'i thojë Eraldos? Unë, si avokate Eraldos, do t'i thoja që të ballafaqohet me drejtësinë, të ballafaqohet edhe të
pyetët edhe të tregoj se çfarë ka ndodhur, edhe të tregoj të vërtetën, edhe në qoftë se ka ndodhur diçka dhe ka bërë diçka, të mbaj përgjegjësi për ato që ka bërë. Shkaktimi vetvrasjes, largimi, mosdorëzimi, Po, të gjitha këto. Të gjitha këto, dhuna në familje, minimumin dhe maksimumin e kësaj vepre penale. Patjetër, por në rastin e Heraldos duhet me parë një herë që çfarë do thot hetimi, pra çfarë do dali konkluzioni, me çfarë konkluzioni do dali prokuroria, si do të vazhdoj. Edhe nuk do pyetet vetëm Heraldo, do pyeten edhe familjarët që kanë Po ndjenjë. në qoftë se shkojmë ke ajo vrasja e dyshimit pastaj? Tani, në qoftë se do shkojmë tek vrasja e dyshimit, atë do të jenë elementet që është ky personi që i ka dhënë fotoksin. Vrasja e dyshimit faktikisht për vrasjet e suicidit, kriminalistika nuk e quan suicid derisa të provohet, quhet gjithmonë vrasje e dyshimit derisa të provohen të gjitha elementet. Edhe ne tani ndodhemi në një vrasje të dyshimit derisa të provohen të gjitha elementet. Pra nuk mund të flasim dot me shifra në këto momente, çfarë rrezikon Heraldo Fizi edhe largimi, arratisja, Patjetër, po nuk flasim dot në këto momente për Heraldo. Nuk flasim dot me shifra, por situata e tij është shumë e rëndë. Rëndojnë shumë vepra penale. Rëndojnë disa vepra penale. Prandaj është domosdoshmëri edhe vetëdorëzimi në polici i Heraldo Fizit për të mos e rënduar më tej pozitën e tij. Në qoftë se nuk ka asgjë për të fshehur, atëherë pse është fshehur? Mendon se mund të jetë fshehur apo Po pse nuk mund të jetë larguar përsëri larguar, nga ka pse? ardhur dhe nuk është në dieni të ngjarje, apo edhe kjo nuk është e besoj se nuk besueshme, është se nëna dhe gjithë familja që është në lejsh. Tani ne jetojmë në epokën e teknologjisë. Në epokën e teknologjisë jemi të mbi informuar, jo të jo informuar, të mbi informuar. E dëgjojmë edhe një herë deklaratën e nënës Heraldo Fizit, ish vjerës Gjuana Nikollajt në këto momente, shfaqim regjia. Unë jam Evi Sameti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24. Doja të flisja pak me ju në lidhje me situatën e sëndjerës Gjuanës, duke qenë se ditë e fundit është përmendur shumë emri juaj. Me vjen keq, por nuk mund të flas dot. Do të thënë, ju e keni dhunuar në fakt të ndjerën? Me vjen keq, por nuk mund të flas dot, se do të respektoj të ndjerën që është atje ku s'duhet të ishte. Kjo ishte edhe arsyeja që ne kemi shfaqur këtë fjali, jo vetëm shumë do me thënë se për nënën e Heraldo Fizit, por edhe vetë Heraldo në qoftë se e ndjek emisionin dhe shpërndarjen më pas të këtij emisioni në portale, në për kanalin ton të YouTube-it, të paktën të respektoj fjalën e nënës së tij. Unë do respektoj heshtjen tot për shkak se e ndjera ka shkuar atje ku nuk duhet të ishte. Heraldo, sido që tjetë pozita jote, çfarë do të ketë ndodhur midis jush, vetë dorëzimi jot dhe dorëzimi përpara autoritetet, sqarimi i plot i kësaj ngjarje për të mos lënë vetëm rëndesë çfarë di familja e së ndjerës që her pas here shkon dhe jep të dhëna dhe detaje në polici, atëre merr guximin të vetë dorëzohesh, të bëhesh burr për herë të parë për dashurinë e madhe që mund të kesh pasur. Këtu jam shumë skeptike në fakt a e ke pasur apo jo për të ndjerën, vetë dorëzohu, gjej një mënyrë komunikimi, qoftë edhe nëpërmjet medias, qoftë edhe nëpërmjet avokatëve, të cilët mund ta marrin përsipër çështjen tënde, vetë dorëzohu, bëu burr, jep detaje sa i përfshirje në vetvrasjen e së ndjerës në respekt të moshës 16 vjeçare, ku je dashuruar me Gjuana Nikollaj, sepse heshtja, sipas psikologes Lindita Hoxha thënë ditën e sotme në këtë studio, të dyja familjeve është një vrasje e dytë për të ndjerën. Unë ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio ditën e sotme, duke uruar që kjo të jetë ngjarja e fundit që trajtojmë në këtë studio, sa herë them këtë, vinë në furishëm edhe ngjarje të tjera, nuk do donim të përsëritej më. Stop dhunës, flisni vajza, denonconi, faji nuk është i juaj, është i partnerëve, mos mendoni se do të paragjykoni, po folët keni shpëtuar veten tuaj, por keni shpëtuar familjet tuaja, por keni shpëtuar të gjitha gratë dhe vajzat në Shqipëri. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshëm.